Sipas të dhënave nga zyra vendore e punësimit në Korçë, 1889 persona janë punësuar gjatë 9 muajve të parë të vitit 2024, ndërsa aktualisht ka 250 vende të lira pune. Konfeksionet, shërbimet dhe fabrikat kanë marrë shumicën e personave të punësuar nga janari në shtator në të gjithë qarkun e Korçës. Këta kanë qenë persona të regjistruar në zyrën e punës, ndërsa u janë ofruar bizneseve të interesuara. Nga ana tjetër, sipas përgjegjëses së zyrës vendore të punësimit në Korçë, Margarita Dine, aktualisht vendet e lira të punës janë në sektorin e shërbimeve, duke përfshirë edhe profesione të ndryshme në sektorin hoteleri turizëm, por edhe vendet e lira pune si robaqepës, ekonomist, infermier, IT apo menaxher. Sipas të njëjtave burime, personat që duan të gjejnë vendet lira pune mund të informohen nëpërmjet portalit puna.gov.al, ku mund të aplikojnë për vendet e lira. Gjithashtu në këtë portal mund të aplikojnë edhe bizneset që kanë vendet lira, duke kryer shpalljen e tyre, ndërsa gjenden edhe të gjitha informacionet e nevojshme mbi shërbimet që ofron zyra e punës.